Se ka lutë shqiptar. I keni pa ca njerëz që vinë ju a thon plot buzëqeshje dhe krenari sa i lumtur jam që se bëna vaksinën e Covidit atëherë, edhe jeni trashë që e keni bë, se kush e di çka ju kanë futur ty brenda. Unë që po ju a them këtë gjë, unë se bëna për vetë, zgjodha mos ta bëj. Po sa cute jeni më zemra, më vërtet mendoni se kena bë gjithë. Ju kërkoj gjithëve shumë falje për këtë që do ju them tash, po nuk kam çmë ju bë, është thjesht e vërtetë, e kuptoj, shkojini kërkojini. A thon nuk e din këto njerëz që flasin me kaq krenari që ka qenë vitin 2022 që Bill Gates lëshon në ajër çdo javë 30 milion mushkonjat modifikuar gjenetikisht. 30 milion çdo javë për 4 vitet e fundit. Qofse mendon për këtë shifër, më të bëj pyetje. Kur mendon se ka qenë hera fundit që ke pa një mushkonjë natyrale? Me vërtet mendon se ke vaksinën o zemra? Sigurisht, qëllimi parësor i këtyre mushkonjave, sipas gjitha dokumentave, nuk është më shpërnda vaksina. Megjithëse e tham publik, e kupton, nuk ka rëndësi. Në kohën e Covidit e tham publik këtë gjë, por nuk e lam dokumentat, e kupton? Dhe totalisht Bill Gatesin e ndalojnë dokumentat, siç e ka treguar historia, e kupton? Qëllimi parësor nuk është më shpërnda diçka, ne smundje, ne vaksinë, ne gjë. Qëllimi kryesor është më çdo malarjen. Kështu që lejen ligjore e ka vetëm për Amerikë të Jugut, për shembull në Kolumbi, e kupton? E ka për Afrikë, edhe kaq. Nuk ka asnjë leje për ta bërë këtë gjë në Europë, në Amerikë, për shembull ose në Australi. Por e ka bën të treja, edhe në Europë, edhe në Amerikë, edhe në Australi. E ka bën të treja, zemra. Shihni këtë video në helikopterit duke i shpërndar mushkonjat. Po i shpërndajnë mushkonjat me helikopter, zemra. Sigurisht pastaj normal, nuk kemi as i lidhim mushkonjat e këtij, për shembull me sëmundjen e re që ka dalë kohë të fundit që quhet Triple E. Që nëse nuk e dini, është virusi më i keq që kemi pa ndonjëherë. Edhe kanë vdekur një 200 fëmijë deri tash, megjithëse një 40 raportohen. Kjo ka ndodhur në Amerikë dhe në Australi, ku nuk supozohet të ishin mushkonjat e tij. Kështu që nuk mund ta bëjmë të maj përgjegjësi, se nuk ka pas drejt ligjor me i pas aty mushkonjat. Nga polli virusi nga hiçi o zemra. Plus dhe si gjë të fundit, që nuk është e fundit, e kupton, shkoni kërkoni për këto mushkonjat, o zemra, se janë shumë interesante, e kupton? Si gjë të fundit, nuk mund ta vërtetojmë në asnjë mënyrë që ky po bën ai gjë më tepër me ato mushkonja përveç se me i modifikuar që mos shpërndajnë dot malaria. Kështu lexojnë dokumentat, ngjasi shumë çuni mirë, e kupton? Puna është me zemra, me thon minimumin, se ky mund të jetë të shpërndajë malarie, nuk kemi si e dimë, e kupton? Me thon minimumin, në kamerë në gjë, në mënyrë me i kontrollu kështu si me telekomandë në gjë. Nuk ka në kamerë të mushkonjat këtu, është pyet në publik për këtë gjë. Edhe tha broje, nuk mund ta bëjmë këtë gjë se do duhet një nanoteknologji që se kemi akoma, megjithëse ka Apple-i që para një 10 vitesh, edhe ka shumë lek, edhe mund ta blej. Nuk e bën dot me sa duket, e kupton? Megjithëse po e bën CIA me gjë që quhet projekti Takana, që në fillim të luftës dytë botërore ka vu kamera te plumbat, edhe te korbat, edhe i ka stërvit që me pas një plumbi, një bombë brenda, edhe me shku me bë vetvrasje. Domethënë suicide bomber të anija e armikut. Shkon plumbi bën vrasjen për ty o zemra. Këtë ka bërë CIA që para një 70 vitesh, por ky s'mund ta bëj dot. Kështu që më e mbyll. Çfarë desha më ju thon Lali mbi të gjitha, e kuptoj se 4 vite më parë ka nisur ky projekt në mas botërisht, edhe kush e di sa ka që s'ke pa i mushkojnë normale ti. Ta dish këtë gjë, domethënë. Gjithë bota janë mbledh kolektivisht edhe ja kanë lënë këtë gjë kaq të rëndësishme në dorë Bill Gatesit. Dikujt që kot për informacion doli pedofil kohë të fundit, domethënë dikujt që ka kap sida për veten nga që po pika fëmijë të ishullit Jeffrey Epstein, edhe doli me dokumenta. Ky e ka ndor projektin. Personi o zemër që doli te Organizata Botërore e Shëndetësisë edhe i prezantoi këto mushkonja, gjithë i thon po, mos gaboj të rajoni, i tha Vietnami po, gjëna të tilla, Australia i tha jo. Edhe ky e hodhi gjithsesi. Çfarë janë pasojat në gjob, në gjyq, në gjë të tillë? Ky është Bill Gatesi. Bill Gatesi ose më që ta dini ju ka vrarë më shumë afrikan se Leopoldi. Diku te 2 fishin, mase nuk e njihni, e kuptoj, shkojini kërkoni kush është Leopoldi. Këtij personi ja kanë lënë dorë shëndetin ton, edhe ju mendoni se s'keni vaksinë në trup. Kush e di çka keni o zemra, kaq dimi ju thonë, e kuptoj? Hajt shihni.